Po institucione europiane Gonzata, futja kot. Prandaj ne duam pas Berishës, ai të bëj çdo doj me jetën e vet. Që mos ketë diskriminim. Më fal, pyetja ishte deklaratat e Berishës, a ishin fyra, ishte këtë pyetja? Po pra. Unë nuk di se çka ka thënë Gonzata mbrapa. Bile përkundra këtë po them. Të na thot Gonzata ku është njëri fyr, që të fillojmë të kuptojmë vërtet është fyr apo s'është fyr. Në këtë moment Gonzata ka folur nëpërmjet Kosit. Okej, po. Dakor, Kosi ka thënë që sulmi ambasador ndaj ambasadorit, ku e pa sulmin Kosi? Kush e sulmoi? Se sulmon kërkush atë. Përkundrazi. Nëse shpreha respekti quhet sulm, ajo që ti nuk quan fyese, për ata është fyese më një. Po çfarë është fyerja, më ta kuptojmë ne të trashët se dim. Na thoni më çfarë është fyerja? Ai tha respekt. Respekt për burrin me burrin. Më çfarë them, unë kam neveri, ai tregoj respekt. Çfarë si ka? Ne mund ta fyjum, se s'ka problem, nuk e kam atë fare, ju e dini se s'e kam atë. Çështja është këtu, që kush është fyerja? Nuk fyerja nuk ka tani. Mos krijojmë. Berisha ka sa dush, po Berisha flet sa dush. Flet edhe shanë edhe të pështyni, i bën gjithë shpif patjetër, edhe krijon skena. Shinjor Berisha për të gjëra. Nuk do të thonë që duhet ta normalizojmë. Edhe kjo rregull, por ama ku është fyerja të fjalët e tij, më thonë. Po ja u thash ku është fyerja. Ajo është sipas një perspektive që ju mendoni që mendon Gonzata. Ky është interpretim. Jo, këto janë rregulla universale. Respekti të drejtat e njerëzit janë rregulla universale. Nuk i mendon vetëm Silvio Gonzato, i mendojmë gjithë ne që kemi për zemër drejtat e njerëzit. Gonzato mendon njësoj, është e sigurt. Ti dhe Gonzatos mendoni njësoj. Fakti që ne nuk arrim të dallojmë se cila është gjua e dhunës dhe gjua fyese kundrejt njëri tjetrit dhe kundrejt edhe përfaqësuesve. Do kemi të vështirë të kuptojmë dhe projekt ligjin pastaj në Shqipëri, ky është problem. Dhe prandaj ne nuk duam që të kaloj projekt ligji, sepse ne nuk arrim të kuptojmë se kur një ngjarje është fyese apo nuk është fyese. Dhe ky ligj do na ndaloj. Po kjo që ka maskara, jo, ky ligji ne na ndihmon që të kemi një barazi. Çfarë na bën ky ligj? Po, thjesht e nisa me. Në dy gjinit që janë ekzistuese në Shqipëri, që janë burri dhe gruaja, dhe ky ligj në fakt i referohet grave të thjeshta, jo grave që janë të privilegjuara, se të gjithë ne që jemi ulur këtu jemi të privilegjuar. Nuk e di këtë. Po, të privilegjuar jemi. Ju, zoti Manjani, nuk jeni si një punëtor i thjesht apo si një minator. Po ligji për barazinë gjinore dedikohet edhe burrave, se shoqëria është e përbërë nga burra dhe nga gra, kështu që i ndihmon të dyja gjinit që t'i japin dorën njëri tjetrit dhe të zhvillojnë shoqërinë. Unë nuk e dua të ndim, që se më referohesh mua, shoqëria ku jo. Juve nuk e doni atë ndim, po kjo nuk do të thotë që qytetarët e tjerë nuk e duan atë ndim ose që shoqëria nuk ka nevojë për atë ndim, se ne nuk jemi këtu për të folur për çfarë mendojmë ne personalisht. Po çfarë është e mirë të bëhet për shoqërinë, për të mirën e ndrimin tënd do japësh Manjan, po ideja është dhe ta kuptojmë pak se mbase, dëgjoj, mbase është dhe e gjitha e nxituar dhe pasu s'kam asgjë mbrapa, nuk jam as e atashuar as me ndonjë komunitet, as me ndonjë parti politike, nuk synoj të jem pjesë e partive politike, nuk kam qenë ndonjëherë pjesë e institucioneve publike, nuk jam e atashuar me askënd, kështu që edhe unë kam askënd mbrapa. Po me mendimin tim jam duke folur. Patjetër, të gjithë ju mendimin tuaj, nga pozicioni që keni, po është e rëndësishme ta kuptojmë çfarë është ky projekt ligj, se mbas edhe nuk është bërë një fushatë e mirë informuese dhe ka lindur një keqkuptim i madh këtu. Të mundohemi ta kuptojmë, ta sqarojmë. Zoti Pano, ju keni qenë aktiv gjatë gjithë kësaj periudhe, se po e nis me ju nga që do ju kem vetëm në pjesën e parë të emisionit. Gjatë gjithë kësaj periudhe sot projekt ligji është në parlament dhe me shumë gjas do miratohet mbas në orët e vona të mbrëmjes, kur ne mbas edhe kemi mbaruar emisionin. Tani, kush është shqetësimi juaj i vërtet për këtë projekt ligj? Ku qëndron thelbi i ndryshimeve që kanë ndezur gjithë të debat dhe kanë ngritur shqetësimin tuaj? Po e nis nga këtu që ta kuptoj. Falenderoj shumë. Jo, në fakt këtë kam bërë për ditë gjatë gjithë kësaj kohe, është një kohë relativisht e gjatë tashmë, sepse edhe për shkak të intensitetit të trajtimit të kësaj çështje. Ne kemi parë, jo unë personalisht vetëm, por ne, juristët, avokatët, tanë brenda dhe jashtë vendit, në Amerikë dhe në Shqipëri, e kemi parë me detaje, ky projekt ligj nuk lidhet vetëm me një përkufizimin e një termi, nuk është një çështje që lidhet me barazin. Pra nuk është një ligj që forcon barazin gjinore në kuptimin klasik, pra midis burrave dhe grave, por hap derën për një koncept më të gjerë të identitetit gjinor? Termi ligji për barazinë gjinore është një maskim, një kamuflim par excellence i një projekti që prek çështje në thellësi